Përshëndetje nga Kevin Artisti. Sot, Kevin Artisti si çdo herë me diçka më ndryshe vjen tek organizata dhe Hello Trust për nder të ditës botërore të minave. Na sot kena orë të në Gjakov, në sek një katon një Gjakovës, edhe kena marrë mi përcjellë se qyshe qoj një ditë këta. Pe mëngjesit, deri ku dalin fush, kena me folë me organizator, edhe me pjesëtar të punës të pallatshme të këtyre punëtorëve. Kështu që e janë me mua, kështu që dikush o kanë apret tash neve, gjithësisht çeku e ke... Opa! Çeku e kena njënin për punëtorëve më të mirë. Spenjon, alo, vish po thonë qështu. Përshëndetje. Si jeni? Ajni mirë. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Unë jam Egzon Trecaj, jam shefi operacione në Hello Trust. Këtu jemi gjendemi në Osek Hyl, ku kemi bazën qendrore të Hello Trustit. Sot do t'ju tregojmë një ditë normale të deminimit në organizatën tonë. Do të fillojmë së pari domethënë në mëngjes si ngarkojmë pajisjet, pastaj transporti i operatorëve deri në fushën e Gjocaj dhe pastaj aty do të tregojmë si është një rutinë ditore e deminimit. A kena siguri se po shkelem në Emin kë kamermani unë të në shkel pa ire? Sigurisht se kemi siguri, ne kur nuk kemi pas ndonjë aksident në fushat e Hellës që nga viti 99, kështu që siguria është maksimale. Apo vazhdojnë apro pak? Vazhdojmë. Hajde. Këto makinat? Këto makinat janë që i përdorim ne për transportin edhe të deminerëve edhe të pajisjeve. Kjo është obori, apo? Kjo është obori dhe baza qendrore, si që të ceka më herët, në Hello Trustit. Këtu gjendet parkimi i automjeteve. I kemi tipet të ndryshme të automjeteve që i përdorim për transportin edhe të pajisjeve edhe të deminerëve në fushat tona. Por sot do të shkojmë në fushën e Gjocaj, ku do të përcjellim një ditë nga mëngjesit deri në fund komplet një rutinë ditore të deminimit në organizatën tonë. Momentalisht tash po gjendemi brenda objektit të kësaj organizate, ku bashkë me mua keni me taku Ketin. E kush është Keti? Keti është një menaxher e operacioneve këtu. Kështu që Keti është shqiptare, jo po. Where are you from, Katie? Hi, Kevin. How are you? Good. I'm from the United Kingdom. Stop, please. I'm from the UK, but I joined Halo Trust in Kosovo specifically in September last year, working in Cambodia on a different Halo program before that. Thank you very much for coming to see us today and help us raise awareness on Mine Awareness Day for the explosive hazards that continue to exist within Kosovo. It's really great to see you. We're really looking forward to hosting you today and to taking you to Gjocaj, one of our mine fields that we're going to give you a tour on, and you can meet our team when we're there. But yeah, it's really great to raise awareness for the problem and the remaining contamination that exists within country. Egzon, çka po bëjmë tash na? Tash prapë llogarisim semi në mëngjes. Jemi duke ngarku pajisjet për me shku në fushën e Gjocaj, pasi që është fush minefield, do t'ju tregoj cilë detektor do të ngarkojmë dhe cilët në nevojitën për fushat e minefieldit. Cilat janë një më të rëndësishme për tyre? Më rëndësishme për tyre është Testamixhi, se është një detektor shumë i sofistikuar për fushat e minefieldit, pasi që mund t'i ndajmë sinjalet cilat janë veç metale dhe sinjalet cilat mund të jenë të dyshuara se mund të jenë mina. E kemi edhe detektorin tjetër MyLab. Siç shihni këtu i kemi edhe pajisjet mjekësore të cilat i përdorim dhe që na duhen mjekësore. E kemi traumakitin. Pra në rast ndonjë aksidenti, e kemi medik që janë certifikuar dhe të kualifikuar në secilin fushë ku duhet të jenë së paku 2. Dhe ata nëse kemi një aksident, me traumakit do të japin ndihmën e parë dhe pastaj transportohet në spitalin më të afërt. Inshallah s'na vyn. Inshallah na vyn. Veçanërisht sot mos e kemi. Sot edhe ma hez. Kështu që na po ju nimojmë edhe na pak më ngarku edhe po nisim apo? Po. Tash jena këtu me Zenelin, më të se pas në nisë, jam rë Zenel. Orte emri i vjetër, po unë maj me knasi se kom emrin e gjyshit, do më thonë e kom trashëgu për jaqe. Unë ndëgjova se ti edhe që kem në vjetër këtu je punëtor shumë i vjetër, se sa vite je? I kom kalu 25 vite. Si çka të kemi këtu? Unë në shtator të 99 kom fillu në profesionin tam mekanik për disa vite, do më thonë ka ma shumë se 15 vite që menaxhoj flotën, do më thonë
mirëmbajtja bashkë me besnikin, edhe shpërndami automjeteve në për ekipe, kom të bëj me shoferët çdo ditë për çdo problem të vogël, defekte, gjana ashtu. A që zhurma si kjerit, çka ka defekte, a din? Jo, Land Rover është njëna pej automjeteve që është më i përgatitur mos llojin çfarë kemi na për off-road, domethënë për jashtë terrenit. Frena gjithmonë bujnë si lloj zhurme, për një kënaqësi me ndi, edhe është një lloj muzike, kështu që na jep kënaqësi me. Faleminderit shumë, na tash më lajmu se ti je edhe shikuesi joni i rregullt. Ai përshëndes Traklen. Dikon tjetër më tha se përshëndes. Edhe Lutinën, ajo është e re. Unë reloadin, domethënë Traklen, Drinin, Niten, që kanë bu më herët bashk, tash i ndonë për ekipe të ndryshme, kështu që i përshëndes. Tim kilon jashtëzakonisht përshtypje. Sidomos çostja ku pi boni ato vojaçira te kastrati aty, fantazi, bravo. Atë mekanik e keni fitim pe kastratit. Faleminderit shumë, respekt. Faleminderit shumë për vizitën, edhe ju vlerësoj shumë që keni ardhur. Kënaqem me Hellon. Faleminderit shumë. Sa po kena arritur në fshatin Gjocaj, ku është lartësia mbetëtare 800 metra. Kena arritur në pikën e kontrollit të organizatës Hello Trust, edhe çka bëhet këtu. Edhe për çka na vyn kjo pikë e kontrollit na tregon Driloni. Drilon çështje? Mirë si një ardhë, jemi në fshatin e Gjocaj, në një lartësi diku 800 metra. Unë jem e Drilon Halili, jam punën si organizatës Hello Trust, punoj që nga shtatori 2010 për organizatës Hello Trust, që nga shtatori 2010 deri me tash, kum punu në disa pozita, ndosën disa funksione, në fillim kom qenë demi njerë me dek, ose një premier, dërsa nga vit më vonë kom ushtruar pozitën e udhëheqësit të ekipes, ndërsa tash ushtroj pozitën e menaxherit ose mbikëqyrësit të ekipes. Këtu në fshatin Gjocaj, dhe me thonë, pastrimi ose puna, aktivitetit që ka bëhet të është pastrimi minav, për punën që ka bëhet në Gjocaj, dëshirojmë falenderu donatorin evropian i cili na mbështet financiarisht, dhe me thonë për punën që ka bëhet në Gjocaj. E falenderoj edhe unë. Drejtimi sakt i Veriut është domthonë këtë pjesë domthonë gjithmonë drejtimin e saktë mojnë atë Veriut. Masanë largësia nga zyra domthonë për vendin që na ka punuar ato është 27 kilometra, 35 minuta, ndërsa kjo fushë qytetin më të afërt të Kajuniken, i cili është diku në 12 kilometra. Domethënë, a është si sa është u bë pastrimi në këtë fshat, këtë fushë? Puna ka filluar me 12/3/2025, edhe me fillimin e punës këtu organizata jonë ma herët, dhe ma thane vitin 2021, ka bo një survey, dhe ma në bashkë me zyrën me Kejmokin, dhe ma në me qendrën e minjat për Kosovë, edhe kanë caktu një poligon prej 6.106 metra katror. Kur mendohet të përfundohet? Mendohet dhe ma në fund korrikit, më përfundu dhe ma në që kjo pjesë ku përshinit të zone. Tash unë me vullnet po du me marrë pjesë në aktivitet të organizatës Hello Trust, edhe këtu po na japin një formular ku du të me shkruaj datën, emrin edhe mbi emrin, organizatën cilën po marrim pjesë, arsyeja për vizitë edhe grupin e gjakut, për arsye se bëm me shpërthymina. Po dhe me thonin e përgatitën, dhe spitali është përgatitën. Edhe në nënshkrimin. Po, a muzej gisht me? Mundesh edhe gisht me dhënë. Organizata Hello Trust ka rekord shkëlqyer në mbar botën, domethënë sa i përket vizita në fushat minune, asnjë njëherë askush nuk është lëndu gjatë vizitës në fushë minune. Për më mbajt ky rekord, ju lutem vendoni mendje brifingin i cili do ta them unë tash. Këtu kena sistemin e markimit, i cili tregon qartë edhe zonën ndon zonat të rrezikshme nga ajo pa rrezikshme, ose zonën e pastruar nga ajo pa pastruar. I kena shkopat 1 metër e gjys me kod kuqe, të cilët ndojnë zonën e rrezikshme nga ajo pa pastruar dhe vendosen çdo pikëthes, çdo 10 metra dhe çdo port hyrëse. E kena shkopin e bardhë, cilët e markojnë pikat administrative. E kena shkopin 50 metra me kod kuqe, i cili vendoset çdo 1 metër dhe ndon zonën e rrezikshme nga ajo pastrune. E kena shkopin e përfshimit ose shkopin e
operatorit, e kena fillimin e ditës, është shkopi me ngjyrë të verdhë i cili vendoset ku aty organizata ka gjetë dhe ka shkatru dëmanat mjetë i cili është i gjetën, edhe kemë disa shkopa tjerë të cilet gjatë vizitit të fushë do t'i shkatrojnë me ranë se shka shërbejnë. Në fushë ndodhen 12 dikë, të cilet jenë të pajisur me çanta dëman për trauma ndoja, çanta është e përgatitme për 2 viktima ama shumë, me dikë janë të licencuar nga shteti dhe të trajnuar nga organizata Hallo Trust. Në rastin e aksidentit ose demolim pa kontrolluar, e lutem kontrolloni veten, rrini qetë dhe pritni instruksionet e mëtejshme nga udhëheqësi juaj. Në rast të lëvizjes nëpër fushë, mos vraponi në fushë minune, mos merrni asgjë nga fusha e minune. Domethënë përmbani instruksionet liderit juve ose punuesit cili është ka ju prin. Faleminderit shumë drejt. Pas një trajnimi 2 orësh për çështje sigurie, duke na mësuar disa rregulla, tash i na bë gati, i kena vesh teshat sigurisë edhe po nisem për në aktivitet ku është në këtë pjesë. Ata ecën pak përpara dhe një bukuri të rralla natyrore, të papara ndajherë. Hajt burrat, po për grata është e vështirë kjo nxitje. Është goxha e vështirë, po ashtu është edhe një farë ushtrimi fizik për çdo ditë. Po besoj që pasi është aktivitet ditor, çdo ditë atëherë është më e lehtë të mësohen. Mu shumë po pëlqen eksplorimi, pa a gjeni diçka tjetër përveç minave ndonjëherë? Zakonisht mina, po çka pi referosh diçka tjetër? Po, ndonjë monument historik ndoshta, ndonjë. Njëherë kemi gjetë po një i farë si trupi i Zollës. Po. Edhe ata Raket. e kemi marë, po. E kemi në bazën tonë. A mundet me pas të ka vështegra? Po, ka njerë ka. Edhe sidomos ja vlen me cek që gjatë verës, kur nxehet moti, do me thonë, hasim edhe në për shumë gjarpi. Po. Kështu se nuk më i ma me të marrë intervistë për shkak të frymarrjes. E ndej të done ma të si më kohë në teren, kështu që s'ka këna kërka. Nuk e pi donin, babeve që ka merret fryma. You shouldn't be as tired as you are. It's only the D-miners do this every day. Yeah. A ka dha gjithë për të si mirë? Po. Thank you. Okej. Kjo është ajo e cila vendoset domosdoshmë 100 metra nga zona e rrezikshme, që 100 metra don gjithçka duhet me hime pajisje personale mbrojtëse, pancir edhe vajzer kur është kapunuar. Sa është momenti që kapunuar, na duhet të vendosim pajisjet personale. Vetëm sa s'kena mritë zona ku është të punu momentalisht, zona rrezikshme si u shpjequjnë këta, cilët mendohet që hala toka është me mina dhe ku punëtorët për momentin janë duke punu, edhe me një pamje shumë spektakolare për arsye se direkt po rrjedh uje, kështu që unë nuk kam marrë i pajisën me patika, edhe i kom dëmtu pak. Diamant, ku po gjendemi tani? Për momentin jena në Gjocaj, jena me një fushë të minume, me një kolegant minum. Fusha është pjesë që është ndonë rrugën që qënë drejtim të Gjeravicës. Për momentin jena të bo pastrem me 3 operatorë që jena të operu, edhe tjerë që janë të mirë me punë administrative që i thojmë na që janë të kry punë tjera. Çfarë profesioni bën këtu ti? Unë kom pozicionin e udhëheqësit të ekipes që e bëj përmbrana fushës e udhëheqi ekipen që është qena të bo pastrem mina. A mujna me bota është nga për ofër pak ma shumë? Me po procesin e punës, po mujna me vazhdu.
Sa kohë i merr për shembull, sa kohë i merr falem thutna, pastrimi 1 hektar për shembull? Kjo krejt mvohet për kushtëve që na për bollëm ose ballafaqua me terrenin. Pikspori terrenin, varësisht çfarë është, për shembull, a përshë atje në alt, që është terreni i vështirë. Për çdo gjetje e minave, çfarë bëhet me ato mina? Në momentin që na i gjojna minat, do më thonë krejt ato që i kena na reguluar që lajmërojna deri te baza atje ku e kena, për bazës lajmërohet për shembull FSK-ja tani mirët me shkatrimin e mjetit që na e gjojna. Kështu që faleminderit shumë, na po afrohem edhe pak më shumë me pa procesin e punës. Unë jam Fjolla Podrimja, punoj për Hello Trustin që është 7 vite. Në pozicionin për momentin se jam si operatora. Diamant ku jenë për tash? Tash për momentin jena në mes poligonit. Pjesa e poligonit tjetra është andej, për shkak për me kalu lumin, neve na detyrohet me boni urë, në mënyrë primitive, për shkak me dalë ka ona e tjetra e poligonit me vazhdu me pastrem. A ndodhet shpesh? Po mvarësisht në pej fusha, për shkak me qit fushin e ballafaqume me kit lumin këtu, edhe na detyrohem gjithçysh për me bë urën për me dalë anaj, për shkak që pastrimi ka me vazhdu pjesën anaj. Kështu që këta dy djemt, këta dy punëtorët operatorët, janë të e kryqit pjesën e marrimit urës. Atëherë, faleminderit shumë. Po,